Ndërkohë, misri përveç që e tha gatuhet shpejt, a është prej bukëve që mund të gatuajmë sot e ta konsumojmë 3 ditë për shembull? Po, një praktikë shumë e thjeshtë që më kisha dashur me jap një këshill, mundesh bukën e misrit më e ruajt në frigorifer. Edhe deri në 7 ditë, normal temperaturë 4 gradë. Qysh mujna me kthy në gjendjen e mëparshme, qysh edhe është gatu, për shkak që buka e misrit bëhet vetëm me ujë të val. Ku gjë tjetër, tradicionale jona dhe ideale është më bëhet vetëm me ujë të val. E kalojmë me një enë që përvlojmë një farforma. E dojmë, për shkak unë për vete, praktikisht e doj në 2 pjesë, e përvloj, e largoj prej ujit edhe qas në tepsin, edhe është i për 10 minuta 15, edhe të më thonë ktheje tapet në formën e mëparshme që e ka pas. Në këtë rast, edhe eventualisht nëse veç ka është izolu naj bakteri ose diçka, prap e largojmë ato me formën edhe të ujit të valë edhe me pjekjen, por nëse veç e kemi rujt për shembull temperaturë të mirë, atëherë është shumë më i sigurt. Do me thonë, nëse të kuptoj, e merr bukën, gjysmën e konsumon për sot, gjysmën nesër, e nxjerr prej frigorifer, lan frigorifer. Mundesh me lan frigorifer. Në ngrirje të thellë, në frigorifer. Po, frigorifer. E merr, e qet ujë të nxehtë. E përvlan bukën. Me ujë të nxehtë, e largon prej ujit, kuptohet, edhe çashtu po më dhejtë thot, vetëm bukën, e qetë në furrë për 10 minuta 15, e nxejnë një farforme, edhe kthejt në formën e mëparshme. Të pas parasysh që bëhet vetëm me ujë të val, edhe kthejt në formën e vetë. Çka duhet me theksu të buka e misrit, që nuk preferohet mu marë sasi e lartë, sidomos persona që vujnë me prej diabetit, për shkak që ka indeks glikemik më thanë ma të lartë, kjo është arsye që preferohet sasi ma e vogël edhe nuk mundesh me hongër sasi ma të madhe. Ndikon tepër mirë sistemin tretës, sidomos metabolizm, për personat për shkak që kanë probleme me konstipacion, është shumë e mirë edhe fibrat, ato vitaminat që i përmban, janë shumë të nevojshme sidomos për personat që kanë probleme me tretje edhe konstipacion. A rekomandohet me u kombinu, se unë për shembull ne shumë shpesh e përdorim me spinaq, me pure, me qep, bëjmë ato krelonat e ndryshme të cilat i kombinojmë me perime ndryshme. A rekomandohet me u kombinu? Nëse tentoj me bo, për shembull me bo fermentim, buka e misrit për shembull nuk fermentohet me majen. Më thonë, preferohet më bo, edhe vlerat ushqyse nuk ja hup për shembull spinaqet, purret, qepës ose çka do që i shton, preferohet shumë pak më thonë ato pak me vaj mu zbut, me qëllim që po më nejë smerë sasit lartë ujtë, se buka e misrit ja merë edhe ujnë aty në për më bo forma vetë, po i rritën vlirat ushqyse, i rritën vlirë, fibrat edhe kishtë qenë ideale me bu në këtë formë, do më thonë një qysh kena me bo edhe recetën e bukës misrit, më thonë vetëm pak me vaj ulliri, ato me marinu, shumë pak perimet, që ka do që është. Mi marinu, jo me i fërgu? Jo me i fërgu shumë. Nashta 5 minuta, është vitë sa me zbut një farforme, edhe mandej mi shtu millin e misrit edhe vetëm ujë. Janë disa receta ku e përdorim me mill misrit edhe vezën. Në këtë rast nuk ruhet ushqimi, pavarësisht që është me misër. Jo, në këtë rast edhe nëse është me spinaq, ose me presh, ose me kështu, normal që preferohet sot me hongër edhe mos me rujt, për shkak se veza din mu kontaminu, më thanë edhe aty normal që nuk mujna më siguru. Po nëse është vetëm buka e misrit, po mundet më rujt.